Sahih al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jemi dhe me tek hadithi i 64 Imam Bukhariut, respektivisht tek nën kapitulli ati që Allahu ja do të mirën e ja mundësan kuptimin e fesë, ku Muaviu radiallahu anhu thot se kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë: men yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din. Allahu ati që ja do të mirën ja mundësan kuptimin e fesë. Wa inama ana qasimun wallahu yu'ti. Unë jam shpërndarës, ndërsa Allahu është dhuruesi. Walan tazala hadhihi al-ummatu qa'imatan ala amri Allahi la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amru Allah. Ky ummet të vazhdoj të qëndroj fort në fenë e Allahut dhe nuk do të dëmtojnë kundërshtarët. Nuk do mund të dëmtojnë kundërshtarët derisa të vijë caktimi i Allahut. Falem më lartë në dersën e kaluar për biografinë e transmetuesit të këtij hadithi, respektivisht të sahabiut Muaviut, birit të Ebi Sufjanit. Tani shkojmë të komenti i këtij hadithi, ku në pjesën e parë, men yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din, ati që Allahu ja do të mirën ja mundësan kuptimin e fesë, pejgamberi alayhi salatu wassalam në këtë hadith tregon për rëndësinë e dijes. Zotën atë për ata ka cekur Imam Bukhariu këto, tregon për rëndësinë e dijes, respektivisht të dietarëve, dhe solemat apo dietarët janë më të vlefshëm se sa njerëzit e tjerë, janë më të ngritur te Allahu i madhruar, pa ashtu tregon se dija është më rëndësishme se sa çdo gjë tjetër, sepse hadithi po thot: ati që Allahu ja do të mirën, ja mundëson kuptimin e fesë. Nuk po thot ja mundëson të bëhet i pasur, ja mundëson të jetë kështu, ta ketë atë, të jetë ashtu e të tjerë, por po fokusohet në dije, po përqendrohet, po përmend dijen. Ati që Allah do të mirën, ja mundëson kuptimin e fesë, që tregon se dija është gjëja më rëndësishme për robin gjithherë pas besimit në Allahun e madhruar. Zaten me dije këto është për qëllim që kemi cekur edhe më lartë njohja e lartë madhërisë se Allahu tebareke ve teala, dhe të kuptuarit e drejtë dhe të mirë dhe të denjë të dinit të Allahut të madhruar, të Kuranit, të Sunetit, të muradit, qëllimit, synimit të Allahut nëpërmjet ajeteve kuranore dhe synimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nëpërmjet haditheve profetike. Pra Allahu ati që do të mirën e ja mëson fenë, respektivisht ja mundëson me kuptua halalin dhe haramin, me kuptu dinin Allahut, me kuptu fiqhun, yufaqihu fi din, ja mëson fiqhun. E fiqhu është fehmi, është të kuptuarit e fesë, rënjësisht, të kuptuarit e muradit qëllimit të Allahut tebareke ve teala. E pastaj ata njerëz, respektivisht ulemat, pas ta kuptojnë dinin mirë, halalën dhe haramin, të kuptojnë mirë dispozitat e shariatit islam, u mësojnë ato të tjerëve. Ato që kanë të ndaluara, të lejuara, ajo që është mubah, ajo që është preferuar dhe kështu me radhë, u mësojnë njerëzve fenë ashtu që është dënë Allahu me qenë feja ti
dhe më përcjell feja e tij. Kështu që Allahu i madhruar, kur mëson njerëzve fenë, pra Allahu u mundëson me njerëzve me kuptu fenë, do me thonë, i ngrit ata. I ngrit. Zatën ulemat janë njerëzit më të ngritur në rrezullin toksor. Sepse po i dallon me diçka që ja don Allahu më së shumti, që i afron më së shumti te Allahu, e që është njohja e Allahut. Andaj ata janë të ngritur lart, janë shumë të veçantë. Zatën ulemat dietarët janë trashëgimtarët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, respektivisht të pejgamberëve. El ulemau warathatul anbiya. Edhe se vinë më një herë në drejtë, në renditje pas pejgamberëve. U kalojnë edhe shahidëve, u kalojnë edhe të gjitha shtresave tjera të muslimanëve. Sigurisht se qëllimi me këtë shkallë të lartë të ngritjes nuk është thjesht vetëm të kuptuarit e fesë, por gjithsesi edhe të punuarit me fe për veti një herë, pra ulema amilin, ulema që punojnë. Për ndryshe runa zot atëherë është tjetër çështje edhe mund të futen në Allahu na ruajt në ajetet koranore të cilat i qortojnë, respektivisht fort i kërcënojnë dhe qortojnë ata të cilët lime të kulune ma la të falun, të cilët flasin ndryshe e punojnë ndryshe, pra njohin fen, por në praktikën nuk e praktikojnë. Pra, dohet me njoft fen, pastaj me praktikue për vete një herë fen, edhe si dyti me punumete, mu mësu të tjerve, dinin e Allahut të madhruar, me qenë pra punëtor, ulemat, me qenë punëtor, me qenë dërtë linje, që kanë dërtin e ymetit, dërtin e shoqërisë, brengosëm për ta. Janë dërtë linjë qysh me i vetë djesu, qysh me i ngrit, këtë millet, këtë popull, apo atë shoqëri ku a jetan. Pjesa e dytë e hadithit, pra kështë pjesa e parë, ndërsa pjesa e dytë e hadithit, wa innama ana qasimun wallahu yu'ti, unë jam ai që e shpërndaj, ndërsa Allahu është ai që jep. Allahu ndor ti është çdo gjë. Edhe një dijes, ndor të Allahut. Edhe të kuptuarit e dijes, ndorë të Allahut. Edhe një pasëris, ndorë të Allahut. Edhe një rrezikut, ndorë të Allahut. Edhe një shëndetit, ndorë të Allahut. Deri tek dhënia e xhenetit është ndorë tina. Është vullnetin e tina. Tani, a thuj çfarë ka për qëllim me këtë? Allahu i jap, e unë vetëm shpërndaj, me këtë dhënje jap. A ka për qëllim dhënjen e pasurisë që mendojnë shumë ulema, zatën për atë, Imam Bukhariu, po të njëjtën hadithë, e ka cekë në kitabu zeka, në kapitullin e zekatit, sepse ka të bëjë me pasuri të kjo pjesë e fjalisë, të kjo pjesë e hadithë, të kjo fjali. Allahu jap, dërsa unë shpërndaj. Pra Allah është ai cili jap pasuri, kujt të dën, sa të dën. Apo është për qëllim Allahu i jap dije, pra me këtë dhënje është për qëllim i jap dije, respektivisht e ja mundëson të kuptuarit e fesë kujt të dën, e bën ulema kujt kënda, ndërsa unë shpërndaj, unë aspjegoj njerëzve fenë, e tani ato janë 50, 500, 5000, 50.000, më shumë më pak, tonë nuk e kuptojnë njëjtë. Dhe zatën, kjo ka qenë në praktikë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam o ka folë tanë sahabëve, po nuk e kanë kuptuar të gjithë sahabët njëjtë. Zatën nuk kanë qenë, për ata tonë sahabë nuk kanë qenë ulema. Ibn Hazmi thot, prej ulemave të cilët
kanë qenë të njohur për fetva, kanë qenë 20 veta. Tash, ku janë 20 veta prej 124.000 sahabëve? Ku janë? Pra, edhe këto hadithi mund të kuptohet kështu, se është për qëllim dhënia e dijes. Allahu jep dije kujt të don, e ja qel, e ja hap, e ja mundëson të kuptuarit mirë. Madje shumë herë ja mundëson të kuptuarit mirë, që kemi cek më herët, ati që ndëgjon, ati që përcillet më shumë saj që ndëgjon, drejt për së drejti. Pra thjesht është dharat, është për zgjedhje e Allahut të madhruar, kënda ai me bërë prej ulemave, në mënyrë që me bartë emanetin e Allahut. Dhe kjo është vetëm kështu dhe nuk është ndryshe, pavarësisht a është kuptimi, qëllimi i kësaj pjesë të hadithit me dhënien e pasërisë apo me dhënien e dijes. Ulemat janë të përzgjedhurit e Allahut te bareke ve taala. E përzgjedh Allahu për me ruajtur dinin e tij të pastërt, siç ka zbritur. E pastaj kuptimi i tretë, fjalia e tretë dhe kuptimi i fjalisë së tretë e vërtetën këtë. Ku ai bekuar alayhi salatu wassalam thot ulen tazala hadhihi al-umma qa'imatan ala amri Allah. Do vazhdoj të qëndroj një pjesë e këtij umeti, jo krejt umeti, të pathyeshëm, të pamposhtur, në dinën e Allahut, pra të qëndrojnë të fortë në fe. Duke mos derisa t'ju vije caktimi i Allahut. Duke mos pasur mundësi, apo duke qenë pamundur, që kundërshtarët të imposhtin, të thejnë, të bojnë për veti, të blejnë ulemat, respektivisht një pjesë të umetit. Kjo pjesë e hadithit, këtu ka shumë gjëra. Ndërto, tregon pejgamberi që është prej mrekullive, i gjazit, ku tregon për të msheftën për të ardhmen. Ai nuk e di çfarë bëhet të ardhmen, por po tregon se kështu ka me ndodhë. Pra, ka me vazhdue një pjesë e umetit tim, jo të gjithë. Me qëndrua stabil din, deri gjithë caktimi i Allahut. E cilët caktimi i Allahut këto? Imam Nevaviu, Ibn Hajeri dhe të tjerë, derisa të vije emrullah, caktimi i Allahut, thonë është për qëllim derisa të vije në fund të dunjas krejt. Krejt në fund të dunjas, pasi që të shfaqen shenjat e vogla dhe shenjat e mëdha të kiametit, edhe mbeten shumë pak kohë, ditë, javë, muaj, shumë pak kohë, Zotë disa, për të bërë kiameti, Allahu dërgon një erë të butë, e cila fryen ajo erë e butë, dhe nuk lën vend shtëpi, qoftë edhe shpellë, qoftë edhe mal, qoftë edhe proske, kasot, që ka ndonjë musliman, fjet apo qut, e që nuk depërton atje dhe me nuhat, edhe me flaj, tak, me dek. Sikur se kur në zanxhu me flaj, kërejt muslimat. Çdo musliman i cili ka në zemrën e tij, qoftë edhe sa një thërmi, sa një grimës imani, ka me vdek. Në mënyrë që më pas nuk mbetet në tokë Zotit njeri
i cili thot Allah, Allah. Nuk ka njeri që njësën Allahon, që thot la ilaha illallah. Pra mbete njerëzit më të këqij një tokë, atëherë më mbi ta bëhet kiameti. Pra, deri në atë kohë që bie deri pranë kiametit, do të vazhdoj të ketë grup prej umetit tim, e që këto tanë ulemat, kanë thonë, komentues e hadithit, ulemat janë ata numër 1. Ulemat janë numër 1. Edhe ata që bashkanxhiten aty na po e pasojnë ata. Kanë me ruajtur dinin hak. Po pjesa tjetër, la yadurruhum man khalafahum. Nuk do të mund të dëmtoj, të imposh, të thej. Thuj kuptime tjera, ata që kundërshtar të tyre. E që mënyrën direkte po kuptohet se do të ketë kundërshtar të fortë. Dhe kanë pasur kundërshtar të fortë. Dhe subhanallah, dini Allahut, që atëherë është luftuar respektivisht në krye të dinit ulemat, janë luftuar shekull pas shekull. Gjenerat pas gjenerat, në forma dhe në mënyra të ndryshme. Derisa dhe kësaj dite. Dhe këtë vërtetën histeria dhe seng të s'ka të më sheft. Të veç pak pa nevojë me lezu të kaluarën, për periudhën tashme dhe të komuniste në kanë me lezu se dina, e kemi ndëgju më vesh të tonë, se sa janë luftuar muslimat. Se sa janë luftuar ulemat, se sa u është bërë presion në forma të ndryshme, për me deviju, për me lëshu fejnë, për me largu pe fejës, me i thyje, thuaj, nëse dë se të dush, por nuk kanë arrit. Pra kjo hadith, respektivisht kjo pjesë, ka të bëdhë me shenet e kiametit. Për atë Imam Bukhariu këtë hadith se kësërish, të ka tjetë të kitabë të sambil kitabë e sënne, që ndryshmëria në pasimin e Koran dhe Sunetit. E rëndësishme është se sado që përhapet sherri, fesadi, fitnet, sado që largohen njerëzit, edhe muslimant, prej dinit Allahot, që shka ndodhë periudhën komuniste, periudhën e kolonizimit të vendeve islame, dhe në periudha tjera, sada që dëpsohet feja, thuj nëse dë, prapse prap hako e vërteta, prapse prap një grup njerëzish, në krye tyre ulemat, do të qëndrojnë, nuk zhduket feja. Kjo është rahmet për të madhët Allah, dhe se e tillë vazhdon deri në kiamet. Andaj, kjo tregon, kjo pjesë e fundit e hadithit, tregon për madhështinë e kësaj feje. Për qëndrueshmërinë e saj, për aftësitë e saj për të përballuar çdo lloj sfide. Çfarë do qoftë ajo? E cilë do lloj qoftë, edhe prej kujt do qoftë. Deri në kiamet. Dhe se kë ymmet, kur nuk ka mbet pa ulema. Dhe nuk ka për të mbetur pa ulema. Ulema amilin që punojnë shëtësek më herët. Ulema të hakut nuk ka mbetur dhe nuk të nëbes për ta. Deri në kiamet, të cilët u prinë besimtarëve dhe u asqarojnë hakun të vërtetën me gjithë fitneve, sprovave, e tjere që mund të ndodhë. Dhe kjo është një përgëzim i madh për muslimanët, se kur përjet nuk do të arrijnë kush këtë dynja, që dinin islam me ndryshu,
Qysh kanë arrit me ndryshu fejt e tjera, perandorit të ndryshme të kohrave të kaluara. Kur. Thjesht, ne si musliman besojmë më shumë se kaq, se kjo fe është Allahut, dhe se Allahu e ka zbritur, dhe ai ka garantuar se do të ruan. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ne jemi ata që kemi zbritur Koranin dhe ne të ruajmë këtë Koran, ne të ruajmë dinin. E Allahu i man fjalët e veta. Allahu i man fjalët e veta. Ka me ruaj dinin, ka me ruaj dinin. Dhe ata ka me ruajt me ulema. Dinin deri kiamet. Elhamdulillah, vetë madhët Allah që ka garantu këtë din, e që ne në ka bo për këti dini, Allah në ashtohë dijen e hajrit, e në bëf me për atyni që kuptojnë dinin, e punojnë me din dhe përhapin këtë din. Allahumma amin, walhamdulillahi rabbil alamin. صحيح البخاري